Lumet e fundit e egërt e Evropës po shduket me shpejtësi dhe Ballkani po humbet avantazhin e tij natyror. Sipas raportit Statusi hidromorfologjik i lumejve të Ballkanit 2025, që analizon mbi 83.800 kilometra lumej në 11 vende, përqindja e lumejve pothuajse natyror ka rënë nga 30% në vitin 2012 në vetëm 23% në vitin 2025. Kjo përkthehet me humbjen e rreth 2450 kilometrash lumej të paprekur brenda. Atëherë nuk e di, po kam përshtypjen se kishte një problem tek regjia dhe ju kërkojmë ndjes për materialin, ndoshta mund ta rikuperojmë gjatë bisedës, por shumë shpejt do ta transmetojmë prapë, më njofton regjia, ju kërkojmë ndjes, por gjithsesi ju prezantoj me të ftuarin që kam në studio, me zotin Olsi Nika, ekspert mjedisi, biolog, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në studio për të folur për një shqetësim madhor që ka të bëjë me natyrën, ka të bëjë me mjedisin, ka të bëjë me lumejt shqiptar. Mjedisi po shkon drejt shkatrimit, lumejt po shkojnë drejt shkatrimit dhe jo nga rastësia, jo nga fatkeqësitë natyrore apo nga fenomenet natyrore, por nga papërgjegjshmëria, nga pushteti vendor, pushteti lokal që shpesh herë mbyll syt, nga pushteti qendror me vendimet që merr, por natyrisht edhe nga mungesa e kontrollit, nga interesat të cilat nuk janë në përputhje me nevojat që ka mjedisi. Edhe një herë mirëmbrëma, mirë se erdhët për të folur për këtë raport të Fluvius, të Euronaturës dhe Rivers Watch. Një raport që thotë se lumejt në Europë kanë një shkatrim shumë të madh gjatë 12-13 viteve të fundit, por veçanërisht degradimi më i madh vjen nga lumejt shqiptar përgjatë këtij rajoni, përgjatë kësaj periudhe. Mirëmbrëma një herë, radh parë, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të diskutojmë kur jepet mundësia në media. Ky është një raport që ne në fakt e bëjmë një herë në 2 vjet, pra e përditësojmë një herë në 2 vjet. Për herë të parë është bërë në vitin 2012. Dhe kjo ka qenë edhe piknisja, po themi, e gjithë fushatës të shpëtojmë zemrën blu të Evropës, pasi studimi i parë që është bërë në vitin 2012 dhe rezultoi me rreth 80% të gati 40.000, po themi, kilometër gjatësi lumore të cilat që në marrë në analizë, 80% e tyre rezultuan të ishin natyror. Dhe kuptohet parametri kryesor që vlerësohet është hidromorfologjia e lumejve. Pra nëse një lumë rrjedh në shtratin e tij natyror, apo ka ndërhyrje të qëndësishme nga dora e njeriut. Dhe nuk flitet këtu pasaj për fenomene të tjera, për parametra të tjera që kanë të bëjnë me cilësinë e ujit, me ndotjen, me plastikat, janë një çështje tjetër. Dhe jo pa qëllim merret hidromorfologjia, sepse në të vërtet një ekosistem lumor përbehet nga 3 element kryesor. E para është pikërisht hidromorfologjia e lumejve, që lidhet me transportin e sedimenteve, pra me zhavorët, me inertet, me llumet, me rërat, me materialin e ngurtë, po themi. I dyti patjetër që është ujë, gjithë regjimi ujor, dhe treta janë pyet për gjatë lumejve. Pyet që fillojnë që nga pyet në shpatet e pjerrë, deri tek ato që ne quajmë pyet të përmbytjeve dhe pjesa tjetër e deltës. Ne kemi gati materialin që ka përgatitur Andi Kurti, që na prezanton edhe më shumë me raportin tuaj dhe pastaj e diskutojmë në studio. Pse ka ndodhur kjo dhe çfarë mund të bëhet për të shpëtuar aq sa mund të shpëtohet. E ndjekim. Lumejt e fundit e egërt e Evropës po shduket me shpejtësi dhe Ballkani po humbet avantazhin e tij natyror. Sipas raportit Statusi hidromorfologjik i lumejve të Ballkanit 2025, që analizon mbi 83.800 kilometra lumej në 11 vende, përqindja e lumejve pothuajse natyror ka rënë nga 30% në vitin 2012 në vetëm 23% në vitin 2025. Kjo përkthehet me humbjen e rreth 2450 kilometrash lumej të paprekur brenda më pak se një dekade. Shkaku kryesor i degradimit është zhvillimi i hidroenergjisë, veçanërisht ndërtimi i digave, kanalizimi i lumejve dhe ndërprerja e rrjetes natyrore të sedimenteve. Lumejt e kthyer në rezervuar uji janë rritur me 18%, ndërsa lumejt e mëdhenj janë më të prekurit. Raporti thekson se Shqipëria është vendi me degradimin më të madh të lumejve në Ballkan gjatë dekadës së fundit. Asnjë shtet tjetër nuk ka humbur kaq shumë shtrirje lumore, pothuajse natyrore apo pak të modifikuar. Hidrocentralet, marrja e ujit, rregullimi pa kontrolluar i shtratit të lumejve dhe ndërhyrjet në zonat e përmbytjes kanë ndryshuar peizazhin lumor me ritme të paprecedenta. Edhe pse mbrojtja e lumit vjos është
kthyer në një sukses të madh, degradimi në basenet e tjera mbetet shumë i lartë dhe përbën një sinjal alarmi për politikat mjedisore dhe aspiratat e vendit tonë për antarësim në BE. Raporti vlerëson pozitivisht faktin se 900 kilometra lumej janë mbrojtur përmes ndalimit të projekteve hidroenergjitike, shpalljes së zonave të mbrojtura dhe politikave kundër hidrocentraleve të vegjël. Shpallja e parkut kombëtar të lumit të Egër Vjosa cilësohet si arritja më e rëndësishme e ruajtjes së natyrës në rajon. Autorët bëjnë thirrje për forcimin e mbrojtjes ligjore kombëtare dhe evropiane të lumejve të mbetur të paprekur, ndalimin e zhvillimit shkatrues të hidroenergjisë, sidomos në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë, monitorim të detyrueshëm hidromorfologjik, restaurimin e lumejve të dëmtuar, si dhe kalimin drejt menaxhimit të ujrave bazuar në natyrë dhe rezistencë klimatike. Mesazhi kryesor i raportit është i qartë. Dritarja për të shpëtuar lumejt e fundit të egër të Evropës po mbyllet shpejt dhe pa vendimarrje politike të guximshme e të bazuar në shkencë, humbjet do të jenë të pakthyeshme. Pra, zotinika, hidrocentralet mbeten shkaktarët kryesor të degradimit të lumejve. Shumica e këtyre hidrocentraleve janë dhënë me procedura të përshpejtuara, falë lidhjeve politike, falë nuk e di çfarë interesash. Hidrocentralet patjetër janë një nga shkaktarët kryesor që devijojnë apo po themi ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në 2 nga 3 elementet kryesorë që përbën një lumë. Në bllokimin e transportit sedimenteve dhe në bllokimin e rrjedhës ujore. Qofshin këto skemat me diga të mëdha siç i pat në insert, që praktikisht e bllokojnë në mënyrë tërësore transportin e sedimenteve, qofshin ato me derivacion apo me devijim që vendosen në tuba, po themi, dhe bëjnë praktikisht të njëjtën gjë dhe kanë të njëjtin efekt. Njëra bën, ajo me dig bën përmbytjen dhe praktikisht nuk lejon dhe zvoglon forcën e transportit të materialit të ngurtë dhe të ujit, ndërsa tjetra e lë shtratin të thatë në pjesën që është poshtë pikës së devijimit. Dhe në këtë pikpamje hidrocentralet bëjnë atë ndërhyrjen e pakthyeshme që ne themi dhe prandaj lumejt humbasin pothuajse përgjithmonë, sepse duhet shumë kohë dhe shumë investim që ti rikthesh edhe një herë, dhe pse ka një lëvizje të madhe që është edhe pjesë e agjendës së gjelbër të Bashkimit Evropian për të rinaturalizuar edhe një herë lumejt, dhe Evropa është duke e bërë këtë. Për fat keq ose lajm i keq është që lumejt e fundit e egër të Evropës ndodheshin ose ndodhen ende në gadishullin e Ballkanit, por ne po i humbasim ata me një ritëm shumë të shpejtë. Dhe Shqipëria është rasti më flagrant me ritmin më të shpejtë të humbjes së këtyre lumejve. Nëse në vitin 2012 ne kemi vlerësuar që Shqipëria ka patur rreth 3800 km lumë në klasën e parë ose në gjendjen pothuajse natyrore, sot kemi vetëm 2600. Pra kemi 1200 km lumë të humbur praktikisht. Që ka humbur. Dhe kjo vjen patjetër si pasojë. Kemi humbur 1/3 është një humbje e konsiderueshme, nëse do ta përkthenim në përqindje është gati 30%. Pra nëse kemi patur 68% lumej natyror në vitin 2012, sot kemi vetëm 40%. Dhe kjo është mbi të gjitha faji vendimarrjeve politike që përgjithsisht nga projektet infrastrukturore hidroenergjitike. Pra edhe ato ndërhyrjet me barriera gjatësore për të minimizuar efektet e përmbytjes, në fakt kanë rolin e kundërt dhe do me thënë, koha do provojë dhe do të shikoni që do ketë edhe më shumë përmbytje kombinuar edhe me efektet e ndryshimeve klimatike. Janë të ndërgjegjshme institucionet shtetërore, qeveria për këtë humbje të madhe, e keni çuar në Ministrinë e Mjedisit, në Ministrinë e Infrastrukturës, atje ku bëhet vendimarrja për t'i mbrojtur këto lumej? Sigurisht, unë ndaj edhe përmenda, ky është një raport që del çdo 2 vjet, përditësohet çdo 2 vjet. Megjithatë, ne sot jemi gati një dekadë nga herë e parë që e kemi ndërmarrë këtë iniciativë, dhe patjetër që i ndahen edhe hapësira që ne jemi këtu sot është pikërisht për t'i dhënë një mesazh, por për fat të keq vendimarrjet nuk është se bëhen sot, bëhen ditë pas dite në mënyrë graduale, dhe ajo që ne bëjmë është vëzhgimi dhe monitorimi dhe vlerësimi, por kohë pas kohë ne gjithmonë kemi bërthirrje. Edhe fushata që ne kemi ndërmarrë në rastin e Vjosës ka synuar pikërisht që pra mos humbjen e lumejve, dhe për fat keq Shqipëria është një rast kontradiktor, kontrovers në këtë aspekt, sepse nga njëra anë është shembulli për gjithë Ballkanin dhe ndoshta për Evropën, edhe ndoshta edhe më gjerë, që
shpall për herë të parë një sistem lumor në nivelin e parkut kombëtar dhe e mbron atë. Nga ana tjetër humbet sa që thash, pra humbet 1200 km lumë. 1200 km lumë të humbura për gjatë këtu janë 13 viteve. Përgjithsisht është Shkumbini, Drini dhe Mati. Me gjithë degët të Fani është gjithashtu shumë indikuar. Çfarë rrezikon të ndodh në 10 vjeçarin e ardhshëm me këtë ritëm humbje? Nëse për 10 vjet kemi humbur 1200 km lumë, sa do të humbasim në 10 vjeçarin e ardhshëm? Kjo do varet nga vullneti i vendimarrjes, po ashtu edhe nga të gjithë faktorët e tjerë që unë i bëthire të bashkohen në të gjitha iniciativat që edhe ne si shoqëri civile ndërmarrim, po edhe bota akademike, në mënyrë që ta frenojmë sa të mundemi këtë valë të madhe humbje të lumenjve. Nëse do të vijohet me këtë mënyrë vendimarrje, me këtë kokfortësi, me këtë lloj qeverisje që ti turemi çdo burimi natyror dhe ta ezaurojmë atë, mund të ezaurohet edhe në 10 vitet e ardhshme gjithçka dhe pastaj zemra blu e Evropës nuk do të rrahë më në Ballkan dhe kjo është për të ardhur keq, sepse ne kemi diçka të cilën mund ta mbrojmë këtu dhe mund patjetër që t'i vëmë burimet në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm, por jo në këtë lloj forme. Nuk do të ishte mirë që ne të mbronim vetëm një lumë, vetëm vjosën, dhe pastaj të shkatronim diçka tjetër. I njëjti raport nëse bën një kontrast me hartën hidrografike, hidromorfologjike të Evropës, ju ta shikoni që Evropa praktikisht i ka humbur lumenjt, dhe është me të vërtet për të ardhur keq, por kjo është shumë e vërtet që nëse do të pyesni një adoleshent, një të ri në Evropë, se çfarë është një lumë për ta, praktikisht imagjinojnë dhe mendojnë që është një kanal. Sepse vetëm me kanale janë mësuar, janë rritur me ta dhe atë quajnë lumë. Dhe kur vinë për herë të parë në Ballkan, në lumenjtë e Ballkanit dhe sidomos në Vjos, i duket si diçka jashtë këtij planeti. Çfarë ndodh me institucionet e huaja, të cilat e monitorojnë Shqipërinë veçanërisht në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, sepse të paktën në këtë kuptim ato janë më të shqetësuarat për atë që ne shqiptarët i kemi bërë natyrës, i kemi bërë mjedisit dhe veçanërisht lumenjve. Po ka patur mesazhe të paskoshme edhe të Komisionit Evropian, po edhe të grupeve të ndryshëm donatorësh, agjencisë zhvillimi që janë pranë ambasadave në Shqipëri, thirrje të njëpasnjëshme, patjetër dhe financime, grante për të ndihmuar Shqipërinë që të ecë në drejtimin e dur dhe të mbrojë natyrën së bashku me zhvillimin e qëndrueshëm. Më falë, ju flisni për grante, po këto grante jepen vetëm për të bërë tryeza, po ndërkaq që ato tryeza nuk përkthehen në aksione në terren. Jo të gjitha, ka dhe aksione në terren, por nuk mjaftojnë. Nuk është çështja e grantet. Këtu është çështja e një vullneti politik vendimarrjeje, e një vizioni se si do të zhvillohet vendi dhe si do t'i vendosim burimet tona natyrore dhe kapitalin njerëzor në funksion të këtij zhvillimi. Për fat të keq, ashtu siç dhe ju e përmendët në fillim, këtu injorohen në mënyrë të shfrenuar, po themi, çdo rregull, çdo procedurë dhe për shembull historia hidrocentrale në Shqipëri jo rastësisht është kjo shifër që unë përmenda, pra që kemi humbur gati 30%, 28%, sepse Shqipëria është edhe vendi me densitetin më të lartë të ndërtimit të hidrocentraleve në gjithë gatishmërinë e Ballkanit, për aq sipërfaqe sa kemi ne. Dhe ju jeni të vetëdijshëm që këtu situata doli nga kontrolli në vitet 2012-2016, pra me të dyja qeveritë, sa shikonim që kompanitë që do zhvillonin hidrocentrale nuk kishin asnjë lidhje me fushën. Pra ishin kompani që merreshin me shitje tekstilesh, me ku diun dhe dilnin aty që merrin kontrata koncesionare, i rishisnin në disa herë në treg dhe pastaj përfundonin aty ku mund të përfundonin dhe pra këtu është bërë një zhvillim pa një plan, pa një vizion dhe edhe ai lloj zhvillimi që është vendosur, pra është marrë vendimarrja, nuk është bërë duke zbatuar asnjë rregull teknik, pra asnjë nga ato që ne quajmë vlerësimet të ndikimit në mjedis. Pra bëhen raportet copy-paste, vendosen aty, gjithë janë të kënaqur. Zonika, për fat të keq, shumë shpejt do të vi koha, sepse ne vazhdimisht krenohemi që jemi vend me pasuri të shumta hidrike, por do të vi një ditë ku këto pasuri do të na
do të na shterojnë fare. Shko, me pasuri të shumta hidrike është i gjithë globi, sepse 3/4 janë ujë, por në fakt uji i përdorshëm nga njeriu është më pak se 1% nga këto 3/4. Kështu që edhe ne mund të kemi pasuri ujore pafund, por nëse ne i kemi devijuar, nëse ne i kemi ndotur në atë farfeje, nuk i shërben askujt. Dhe ne drejt kësaj po shkojmë për fat keq. Dhe sidomos vendosja e digave ndryshon në mënyrë të pakthyeshme gjithë ekuilibrat e një sistemi hidrografik. Uji fillon dhe zhytet në poshtë, pra shtrati i lumit zhytet dhe fillon dhe bie edhe niveli i tij. Dhe nëse do t'i shtosh kësaj dhe gjithë skenarët që prezantohen rrethët shkencore që merren me këtë punë për ndryshimet klimatike, Shqipëria për fatin tonë të keq hyn tek brezi i shkretë të rrëzimit shpejt, që pritet që në 50 vitet e ardhshme ne do humbasim 40% të burimeve që ne kemi. 40% Po këto janë skenarë, pa vendosur panik. Këto janë skenarë, por që ne po i shohim dita ditësh që nga pra të gjitha vlerësime dhe monitorimet hidrometrike tregojnë një gjë, që sasia e rreshjeve në Shqipëri në total është ulur, por intensiteti i tyre shtohet në pika të caktuar, në piqe, po themi të caktuar, çka shkakton një përmbytje të menjëhershme dhe rezervat e ujit pasoj edhe i ngrohjes globale që po e shohim në të gjitha pjesët e globit. Ka disa masa që mund të merren për të shpëtuar lumenjtë shqiptar? Ka disa sugjerime që ju ja jepni? Patjetër, dhe ne kemi dhënë sugjerimin që në vitin 2018 në vijim, kur kemi hartuar së bashku me partnerët tanë një master plan, i cili i referohet jo vetëm Shqipërisë, por të gjithë gatishullit të Ballkanit, duke përcaktuar zona se ku nuk duhet të shkohet për ndërtimin e hidrocentraleve apo të infrastrukturës. Janë ndërtuar hidrocentrale në ato pika që ju keni sugjeruar? Dhe nga monitorimi që je po i njëjti raport, po janë ndërtuar edhe nuk është pyetur. Pra ky është kushti 1 dhe kushti 2 është që në ato zona që ne i konsiderojmë zonat e mbrojtura, pra zonat e mbrojtura mjedisore me fokus ruajtjen e natyrës dhe të elementeve natyror, nuk do duhet kursesi të ndërtoheshin projekte infrastrukturore të energjisë, të turizmit, të çfarëdo lloji. Por, në fakt, shifrat flasin të kundërtën që në Shqipëri 40% e hidrocentraleve janë planifikuar ose janë ndërtuar brenda këtij rrjeti të zonave të mbrojtura, dhe në Ballkan kjo vlerë vete deri në 50%. Tani, ruajtja e lumenjve do duhet të ishte një politik ose duhet kishte përparësi nga qeveria, një politik e mirë e mbrojtjes qeveritare. Në rastin konkret, varet nga vullneti edhe i ministrave që ikin e vinë. Ky ministri i ri ka ndonjë ndjeshmëri të veçantë ndaj ruajtjes së kësaj pasurie që po e humbëm, nuk do ta rikuperojmë dot më kurrë? Shiko, nëse do jemi të vërtet, nuk varet fare në këtë sistem ku ne jetojmë nga vullneti i ministrave. Se ne nga puna që bëjmë, jemi ndeshur me ministra që ngren supet. Pra këtu ka një vendimarrje aq vertikale, sa ministri ngre supet që është ai që firmos. Megjithatë, për t'i dhënë përgjigje, ka një lajmë që unë do t'a quaj atë mirë, që Ministria e Mjedisit u rikthye edhe një herë të jetë Ministria e Mjedisit, dhe jo e Mjedisit e diçka e tjetër duke lënë Mjedisin. Rrok Bashkimi Evropian dhe rrok procesi i integrimit, që na bëri sërish me Ministri Mjedisit. Pra, duke qenë një ministri më vete me fokus Mjedisin, pavarësisht kush është ministri dhe edhe qasje së mirë që ndoshta mund të ketë, se ky është i ri në detyrë ministri, kjo është një shenjë e mirë dhe do duhet të rishikohet dhe do duhet të ndiqet në vijimësi. Ka nisma të ndryshimit të kuadrit institucional, pra Agjencia e Zonave të Mbrojtura thuhet, apo është thënë që do bashkohet me Agjencinë Kombëtare të Pyjeve. Ky jo detyrimisht është një lajm i keq, por duhet parë në vijimësi se kush do dominoj në pjesën e ekspertizës, pra ata që e shohin pyllin si ekonomi pyjore për të prodhuar lëndë drusore, apo ata që e shohin pyllin si habitat, si ekosistem dhe një i cili habitat për të funksionon. mbrojtur. Ju falenderoj shumë që ishit në studio, shpresoj në një lloj sensibilizimi natyrisht atyre që marrin vendime të rëndësishme për këtë vend, të kenë mirësinë edhe dashamirësinë, do thoja, jo thjesht mirësinë për të mbrojtur këtë pasuri që nëse humbasim edhe një herë nuk kthehet më. Ju falenderoj, do thosha që është detyrim, sepse
një pjesë të natyrës duhet ta mbrojmë se thjesht nuk na takon nesh, takon natyrës që do vinë pas nesh. Faleminderit shumë që ishit në studio. Nderuar teleshikues, kemi pak minuta publicitet, mos u largoni sepse si çdo të mërkur kemi një grusht librash. Kësaj here bisedojmë me doktorin, me profesorin Luka Iqimi për një studim shumë interesant, unë do t'a quaja me shumë vlerë dhe të çmuar për historinë e ciklizmit shqiptar. Nga fillimet e tij në vitin 1900, atëherë kur mendohet që ka hyrë edhe bicikleta e parë në Shqipëri, imagjinoni një Shqipëri që nuk ishte as infrastrukturë rrugore, as rrugë, mirëpriste një bicikletë që vinte nga Athina dhe lojrat olimpike atje, me rrethin e parë ciklistik diku nga viti 1925 dhe që vjet ka festuar 100 vjetorin e tij. Pra 125 vjet histori të ciklizmit shqiptar, natyrisht edhe me emrat më të ndritur të këtij sporti. Bisedoj me profesor Luka Iqimin, e ndiqni më njëherë pas publicitetit, ndërkohë që bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim. Faleminderit.